Jemi rikthyer sërish në studio, jemi në hapësirën e opinionit dhe kam kënaqësinë të kem në studio zotin Dashamir Shej, kryetari i Lëvizjes për Zhvillim Kombëtar. Faleminderit zoti Shej. Sapo është miratuar, siç e kemi ndjekur dhe nga fleshi informativ, fleta e votimit, modeli i fletës votimit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me kandidatët në pjesën e hapur dhe të mbyllur të listës. Ju vetë keni garuar në pjesën e hapur të listës. Si e keni zgjidhur me pjesën e mbyllur të listës? Keni vendosur dhe ju kandidat në mënyrë që të lëmë vendin atyre që do të marrin më shumë vota? Kemi vota nga njerëzit tonë, ato moshat vjetër. Praktikisht, në një farë mënyrë kjo është një list fiction, për të jenë të rregullt, sinqert me njerëzit. S'kemi pse gënjejmë për këtë punë. Kjo është zgjedhja jonë, fakt s'kishim rrugë tjetër. Por është e ligjshme. Po t'ishe ligji ndryshe, po t'ishe bërë si që donim ne me listat hapura, si që bëm luftë deri në fund, s'do kishim nevojë për këto lloje artificës. Jemi detyruar ta bëjmë ne 2-3 grupe tjera kanë bërë. Po edhe disa forca të reja politike. Disa forca të reja, se nuk ka rrugë tjetër, pra thash shtek për të hapë listën. Këto njerëz do largohen, shpresojmë që sipas ligjit largohen dhe para zgjedhjeve. Mos ketë nevojë fare për formalitetet, pastaj merr mandatin, dorëzon mandatin. Kjo është e gjitha. Pjesa tjetër pastaj është administrim normal i listës hapur, sipas ligjit me rrjeshtim sipas alfabetit, kush merr më shumë vota, atë e nxjerr Komisioni Qendror Zgjedhor, ai do jetë kandidati fitues, 1, 2, 3 varet sa vota do marrë koalicioni. Kjo është e gjitha, s'ka pjesa tjetër pastaj është më shumë zhurmë se sa realitet politik. Po pse vendosët që të shkonin me këtë zgjidhje, zoti Shej? Pse nuk e siguruat veten në pjesën e mbyllur të listës? Po njerëz s'ka moral kjo punë. Ne kemi 2 vjet që bëjmë luftë që të hapen listat, pastaj po ne vetë shkojmë me listë mbyllur e para punës. E dyta punës unë mendoj që nuk motivohen njerëzit.